çfarë të shtyu që të merrje pjesë ose të hyje në një garë për drejtimin e Partisë Demokratike? Atëherë, ajo që më shtyu të bëja pjesë ishte padrejtësia që u bë gjatë primareve dhe në momentin që pash gjithë padrejtësitë që ndodhën dhe në momentin që pash që lideri që unë i besoja, Sali Berisha, nuk mbajti asnjë nga premtimet që ne na bëri tek foltorja, pa diskutim që mua më shtyu në një reagim të drejtë për drejtë kundra vendimeve të tij dhe pa diskutim që ta sfidoja atë me alternativën time. Pastaj, pa diskutim do ishte vullneti i demokratëve kë do votonin. Mua më shqetëson fakti që kjo parti po trajtohet si pron private dhe po përjashtojnë individ cilët guxojnë të mendojnë ndryshe nga kryetari. Pasi ai me këtë që po bën sot me Alesia Balliun, me përjashtimin e Alesia Balliut, me vetë përjashtimin e Ervin Salianit, ai thjesht po jepi mesazh te demokratët që kushdo i cili guxon të mendojnë ndryshe do ketë njëjtin përfundim si unë dhe zoti Saliani. Me pak fjalë që do jetë o i vetë përjashtuar, o i përjashtuar Sonila. Unë luftën e bëj për parimet. Unë jam demokrate, mbetem demokrate, dhe do vazhdoj të jem demokrate. Por, disa të vërteta kam për detyrë të them, dhe që kjo parti tjetë një parti me një opozit fort, dhe tjetë një parti nesër fituese, i duhet pa diskutim gjenerata re dhe i duhet pa diskutim ndrimi i leadershipit aktual, i cili nuk e çon dot më në fitore fatkeqësisht Partinë Demokratike. Pse? Sepse e ka pas shansin Sonila dy herë, në 2013 kur humbi ndaj Ramës, në 2025 kur humbi ndaj Ramës. Unë personalisht nuk besoj tek rikthimet e treta. Ne nuk mundëm dot rezultatin e Bashës 2021-shit. Sot që po flasim, jemi praktikisht 300.000 vota minus. Unë dua progresin e Partisë Demokratike. U bën zgjedhjet brenda Partisë Demokratike? Pasi humbën zgjedhjet, pasi dhe zoti Basha u largua, mbaj mend që u bën zgjedhjet dhe zoti Berisha. Sot që flasim, pa ne po të them, zoti Berisha e pati shansin të na printe këtë betejë në 11 maj dhe nuk fitoi. Unë po kërkoj vullnetin e demokratëve, të atyre delegatëve, të atyre demokratëve që tek ai kuvend votuan këtë statut. Po kërkoj zbatimin e kushtetutës dhe statutit Partisë Demokratike. Nuk po e kërkoj për interes personal. Këtë statut, këtë kushtetut e kam propozuar madje dhe vetë zoti Berisha në Basha. Nuk e ka propozuar Alesia Balliu.